Të çmimi I TVSH-s, për shembull, te çmimi I naftës, mundet me u vendos çmimi, kur vendoset çmimi tavan, është një situatë e cila është më e kontrolluar për faktin se po e përcjell zbatimin, gjithsesi furnizim, kërkesën, demand and supply, kërkesën dhe ofertën. Ju jeni ministre tashmë dhe besoj e keni pa që inflacionin në normën se sa ka rritje për gjatë viteve të fundit, ato e përmendëm shtrejtimin e energjisë elektrike që në efekte zinxhirore prodhon edhe shtrejtime të tjera të produkteve bazë, po edhe shumë ulëmtime që thonë që nëse le ta themi në 2021-2022 30% e pagës ka shku në produkte bazë ushqimore, në 2023 4-5 shkon rreth 60% e pagës në produkte bazë. Kjo për çmimet tavan, domethënë po para se me mbritë kjo, ishte një diskutim mbi abuzimet e mundshme me çmimin e naftës dhe diskutimi në duke ish kundër interesave të qytetarëve sepse ju e kishit në dorë me hek TVSH-n, akcizën, edhe në bindjen tem, se më thonë, unë isha tashmë goxha I vetëdijshëm që është veprim pak e mundshëm me u ndërmarr pe juve se përmes mënyrës se si keni qeverisë, ka tregu që nuk keni shumë të interesuar mos me marr prej TVSH-s, po në atë që e keni përdorur edhe përgjatë qeverisës, me marr prej taksave, mandej me shpërndau në forma të tjera. Ama pse në çato kohë dhe vazhdon akoma me qenë çmimi I naftës I lartë, a duhet shteti, me thonë, me qenë spektator në situata ku ndodhin abuzime, cilat janë mekanizmat që I përdor shteti dhe ju tash në brenda kabinetit qeveritar për me I sanu këto situata? Po, do të thonë, prej ciklit në vitin 2022 kemi pas rritjen më të madhe të çmimeve, inflacionit, do të thonë rritjes kur e ka mrin dyshifrore, kur ka vazhdu me trendin e njëjtë efektit zinxhirore dhe në vitin 2023, vetëm viti 2024 ka qenë pak më stabil, për më përkecu prap gradualisht 2025 dhe tash 2026 me këto efekte tjera që po ndodhin si rrjedhoi e problemeve gjithsesisht betejës për ngushticën e Hormuzit. Tek rasti I çmimit naftës ne kemi analizuar disa skenar. Domethënë nuk është se absolutisht nuk është që veç kemi ndajt edhe kemi shikuar se çka po ndodh. Vendimi I parë ka qenë për përcaktimin e çmimit tavan. Arsyeja është se domethënë sot në Kosovë çmimi maksimal është 1,76 €, po në Shqipëri është 2,10 € për shembull. Po këtu shumë lehtë nëse nuk e keni tavan në situatën e tillë ku ka fluktuacione kësaj natyre kësaj lëvizje, që mundet me të shkuë edhe 2 € këtu. Prandaj veprimi I parë ka qenë menjëherë vendosja e çmimit tavan me dy forma. Marzhën që kemi e para ka qenë marzha që përcakton çmimin një ditë përpara të importit në dogan dhe I shton 12 cent për pakicë dhe 2 cent për shumicë. Ndërsa tash kemi kaluar në një sistem, në një llogaritje e cila është si monitorohet ajo? Monitorohet në bazë të përcjelljes, domethënë së pari dogana. Ju e vendosni në faqe zyrtare, ju e lajmëroni atë. Na e lajmërojmë çdo ditë para orës 10 çmimin ditor maksimal, edhe pastaj inspektoriati qendror I mbikëqyrjes së tregut çdo ditë në teren. Në prej se kemi filluar. A mundën qytetarët me raportu në instancë se ka? Po, qytetarët me raportu çdo ditë. Abuzime për te atij çmimi. Po, 0811.000 numri I mbrojtjes së konsumatorit, I cili është në secilin tash 24 orë funksional, është bo edhe numri mobil, edhe grupi Viber, që do më thonë që munden me thirë edhe në përveç numrit papagesë edhe në përmes Viberit, me dërgu fotografit, edhe ka pas edhe denime, edhe ka pas edhe përcjellje. Prej se e kemi lëviz, e kemi zhvendos në mesatarën e çmimit në 10 milion litrat e fundit të importume, gjendja është e para më stabile edhe respektimi I çmimit gati se ka kaluar mund të thonë 90%, do të thonë tash është një respektim I përgjithshëm I tregut me atë çmimin që vendoset. Nuk e menjonon faktin që ju merrni më shumë të hyra në buxhetin e shtetit? Po, kjo ka qenë vlerësimi prej fillimit që këto të hyra janë të hyra për buxhetin e shtetit, cilat planifikohen të rishpërndahen.
Se në situatën ku ndalet akciza, ndalen të hyrat për Ka buxhetin qenë e shtetit, duket një përpjekje 2016 ose 2018 me uljen e TVSH-s. pa jo shtrirje horizontale, aty Jo, ajo ka fiton qenë, tregoj, ulja e TVSH-s ka ndodhur prej 18% në 8% për produktet bazike, edhe është prit që ka me ra çmimi i produkteve për 10%, edhe çmimi ka mbeti njëjtë. Veç është rrit profiti kompanive. Po, domethënë nuk kanë lëvizje çmim. Te situata me Do të çmimin thonë e në naftës. situatën ku ju nuk muni me kontrollu në masë të madhe çka bëjnë kompanitë për Jo, kundër te monitorimit, atëherë vendosni me mbledh sa më shumë taksa? Jo, te çmimi i TVSH-s për shembull, te çmimi i naftës mundet me u vendos çmimi, kur vendoset çmimi tavan, është një situatë e cila është më e kontrolluar për faktin se po e përcjell zbatimin gjithsesi furnizim, kërkesën, demand and supply, kërkesën dhe ofertën. Dhe përderisa ende ka kërkesë, domethënë nuk ka ndryshim të sjelljes ose në krizat e cilat munden me prodhu kriza tjera, kjo po mbetet me këtë format. Por Ministria e Infrastrukturës edhe Ministria e Bujqësisë, të dyjat janë në lancim të planit për ndihmë gjithsesi për subvencionim të transportit, edhe unë e pash dje isha edhe në kontakt me Ministrin e Transportit që veç kishin fillu ngritjen e çmimit të transportit urban edhe ndërurban, për arsye se kategoritë të cilat udhtojnë me autobus, në veçanti këto të transportit, natyrisht kompanitë e licencuara transportit ndërurban, i ki kryesisht student, pensionist dhe kategoritë tjera të cilat nuk e kanë mundësinë me pas makinën e vet. Që bashkë me kompanitë e transportit të licencume, me marrë këtë pjesën e ngritjes çmimit, për arsye se aty është drejt për drejt mundësia, edhe tek bujqit. Përkundër që është edhe sezoni i vjeshtës që ka mbjelljen shumica që ndodh në Kosovë, ka mbjellje tash edhe në sezonin e pranverës. Po, këto të dyjat janë. Ndërsa për rishpërndarjen ka qenë edhe para situatës me Iran, plani nëse mban mend edhe në fushat, edhe në momentin e miratimit të buxhetit, pakuja me ballafaqimin e inflacionit, mbi 200 milionë euro, që tash po e shoh që po përdoret gjatë gjithë kohës sa që kemi përdorur në fushat. Ajo ka qenë pjesë e fushatës dhjetorit 2025. Do shpërndahet një pako tjetër. Po, është një rishpërndarja, po, për ballafaqim me inflacion për kategoritë që është duke u dizajnu prej Ministrisë Financave, e cila së shpejti bëhet publike, për kategoritë më të prekuna. Për arsye se qeveria e sheh si më të drejt për drejt ndihme nëse për ato mjete nuk e lën në administrim të kompanive dhe lëvizjes së çmimeve të tyre, por të drejt për drejt të qytetarët. Përderisa ligji tjetër për çmimet tavan, i cili ka kaluar leximin e parë në kuvend, është në leximin e dytë, parasheh margjën e njëjtë apo çmimin tavan maksimal për produktet bazë, produktet e shportës. Mielli, vezët, qumshti, mishi, a bëhet në të njëjtën formë? Po janë para dy format e njëjta, është para marzha e fitimit, por edhe çmimi tavan apo çmimi maksimal, me përllogaritje të kostove të cilat ju do të thonë llogariten qoftë për transport apo edhe për import apo edhe për prodhimin e mallrave. Edhe këto po e presim që me u miratu në lexim të dytë para 20 prillit, pas së cilës mandej Ministria inicion procedurën për angazhimin e 3 ekspertëve të jashtëm dhe 2 të brendshëm të cilët i voton kuvendi për formimin e bordit për përcaktimin e çmimit të produkteve në kohë të tregut të destabilizuar. Nëse kam shumë për me thonë për to, po koha dhe 5 minuta sa na kanë mbet tek çështja themelore, dorsa që varen mandej edhe punët e juja dhe si ministre dhe punët e kabinetit në përgjithësi. E tham në fillim të bisedës, po duket se është përshtypja ime që jeni të ndajt si pezull, edhe pse ka veprime tek e tok. Duket që qytetarët janë të lodhur prej këtyre sagave dhe dramave që ndodhin me të gjitha dhe na çojnë në drejtime elektorale. Duket që kriza për zgjedhjen e presidentit apo presidentes është goxha e artificiale e stisur në një farë forme, edhe pyetja që vjen shumë natyrshëm po tash e sa kohë është lëvizja vendosje ka fuqinë, po nuk duket që ka vullnetin për me zgjedh presidentin apo presidenten. Thëmë pse nuk i jepet kohë kësaj çështje dhe në këtë kuptim në çfarë parametra është dashur me ndërtu ky lloj konsenzusi me partitë opozitare për me gjetë një zgjidhje. Pajtohem plotësisht që nuk ka
hapësinë edhe vullnet për zgjedhje të reja, edhe nuk e shoh asnjë dobi personalisht, edhe politikisht, edhe institucionalisht që mundemi me pas kushdo për një procesi të rizgjedhor. Munden me ndru pak numrat në raport me pozicionet aktuale, por nuk ka me ndru situata që partit prap do të mull me fol për presidentin, se nuk ka shans teorike që dikush me i marrë 2/3 nga procesi zgjedhor. Do me thonë, deri sa ne mundemi me pas varianta të ndryshme tash, besoj që krejt çka na duhet neve është që me i përcaktu kriteret për postin apo për personalitetin. Kriteret ministre duket që janë goxha subjektive. Se e pa shumë edhe për këto që i thoni ju PDK-s që ata nuk nxjerrin emra, ata thonë që na i kemi kriteret dhe du të me full për procesin, po për aq sa full flasim ne për procesin edhe kriteret, mbesim pa emra. Nështë ta ma ju me pa emrin e me pa qaj emër sa i plotësojnë kriteret, ose po sa mirë, le ti prezentojnë emrat, unë nuk e di që procesit. kemi pas ndonjë emër cili është refuzu deri tash. Do të thonë që është prezantu për ndonjë në perspektive politike opozitare me cilat është fol. Do të thonë nuk e di që është diskutu për një emër, cili ka thonë ky është totalisht i papranueshëm. Çka është përmend kriter i përgjithshëm, është përmend që mos me qenë partijak, do të thonë jo politik, se politik jemi gjithë qenje politike, por jo partijak, jo me libris partisë, edhe natyrisht janë disa prej Ata thonë që nuk e shohin seriozitetin e mjaftueshëm për juve në si kabinet dhe si qeveri. Pra ndaj qëto lloj publikimi i nëj emrit saktum kish me përbë denigrim për vetë personin që propozohet, si me thonë. Nuk është e vërtet, pse ata e paragjykojnë a priori. Për arsye se serioziteti që mundet me qenë, serioziteti janë në momentin kur te ki 51% që nuk ka qenë i arritur asnjëherë më parë, nuk e di si me çka tjetër duhet me u dëshmu. E para, e dyta, unë nuk jam personalisht pjesë e diskutimeve. Do të thonë, shkon kryeministri dhe kryetari i vetëvendosjes në këto takime dhe takohet me lidert një me një. Do të thonë, në këto rrethana ata kanë më shumë informacion në ato me tregu se çka ata bashkarisht po i propozojnë njëri tjetrit. Pse ata nuk po vinë përpara me tregu një emër me cilin me thonë që mirë, po shumë që është situatë nder, që vendi nuk duhet me shku në zgjedhje edhe njëherë. Nëse ka nevojë na me bë sakrifica individuale në kuptimin që po thojmë, ok, po arrim një marrëveshje politike, le të tërheqen disa opozicione, le të vjen shprehje edhe ajo. Se unë mendoj që më e rëndësishëm se fati vendit, fati individual nuk mundet me qenë e asnjënit prej neve. Domethënë, personalisht nuk e shoh ndonjë insistim me do mos nuk bën me lut asnjë antar i kabinetit qeveritar. O le t'i luajnë, o le ta kërkojnë dhe ministrinë që drejtoj. Le të thonë që, ok, mundeni po kërkojmë me hy në koalicion, vetëm le të vinë me një propozim konkret, i cili e hap rrugën ose çon një drejtim drejt zgjidhjes për situatën e daljes nga një farforme si çor sokak ose si një rreth vicioz.